Definitivisht shifra alarmante për le të themi një vend kaq të vogël sa jemi ne dhe me një popullsi kaq të vogël sa jemi ne, të kemi të tillë numra vërtet shumë shqetësuese. Uroj që vërtet të mirët diçka në këtë drejtim apo të bëhet një punë e vërtet dhe jo vetëm siç jemi mësuar zakonisht janë premtime boshe ose thjesht fjalë boshe ose reagime që zgjasin shkurt pa kohë dhe pastaj rikthehet gjendja e njëjtë. Dua të flasim pak mbi sigurinë, sa është vështirë të mbahet siguria në strehimore ose ndoshta edhe këto gra të ndihen të sigurta, sepse fundit atë gjë dhe e kërkojnë në një vend, një hapësirë që të ndihen të sigurta dhe rehat të ndihen në paqe. Nëse nisëm nga rasti jonë, nga përvoja jonë, ne tani në maj do bëjmë 2 vjet që ekzistojmë dhe për fat të mirë vendi jonë është shumë i sigurt. Kur them shumë i sigurt, ende askush nuk e di se ku është viktima, ku është strehimorja, edhe atë që është bërë edhe me marrëveshje me qendrat për punë sociale të Kostivarit dhe të Tetovës, si qendra më të mëdha, po edhe me policinë. Mundohemi me çdo kush që vendin ta mbajmë të sigurt edhe të mshekt, që do të thotë se deri tani në këtë përvojë prej 2 vjet, do të them asnjëherë nuk kemi pas asnjë lloj shqetësimi, por as viktimat nuk kanë qenë të shqetësuara, mu për atë që gjithmonë qendrat për punë sociale që i sjellin ato te ne ju japin asnjëherë nuk tregojnë se ku viktima është e strehuar. Kjo është një metodë që edhe viktimën e ka bërë të ndihet e sigurt kur është te ne, por edhe neve si staf pasi që jemi një ekip që punojmë me ta, nuk është vetëm një person siç të ka më herët. Nuk kemi pas nevojë deri tani të kërkojmë ndihmën e policisë, ato janë të informuar. Kur them janë të informuar, ne kemi edhe memorandum bashkëpunimi edhe me sektorin e punëve të mbrojtshme, me Ministrinë me të drejtë, por edhe me të gjitha qendrat për punë sociale. Kështu që një bashkëpunim i ndërsjellët në mes neve ka sjell që ne të gjithë të ndjehemi të sigurt në atë që e bëjmë, edhe viktimat.